Почитувани представници на медиумите, за да не се повторам со председателот на владата и заменик председателот за економски прашања, јас ќе се обраќам на албански јазик. Të dashur qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të nderuar përfaqësues të mediumeve, sot jemi këtu për të komunikuar një lajm të shumë pritur nga të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, e në veçanti nga qytetarët të cilit deri në këtë kohë kanë hasur në vështirësi të theksuara gjatë pakesës së rregullta të energjisë elektrike. Siç jeni të njoftuar, me sugjerim dhe me iniciativë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Komisioni Rregullator Energjetik, në bashkëpunim me institucionet relevante si Ministrinë e Ekonomisë, Kabinetin e Zavendës Kryeministrit për çështje ekonomike, zotrit Andjushev, si dhe me përfaqësues të gjithë kompanive energjetike në vend, kanë përpiluar një analizë gjithëpërfshirëse mbi vlerësimin juridik, financiar, ekonomik, si dhe vlerësimin teknik dhe vlerësimin e obligimeve që dalin nga marrëveshjet në të cilat Republika e Maqedonisë është anëtare, me të vetmi qëllim për të parë efektet e mundshme mbi vendosjen e tarifës së lirë të energjisë elektrike për të gjithë anëvisëritë në vend. Është me rëndësi të theksohet se qëllimi kryesor i kësaj mase për anëvisëritë është që të mundësohet shfrytëzimi i energjisë elektrike me tarifë të lirë nga të gjithë kategoritë, por në veçanti konsumatorët e rrezikuar, siç janë personat e papunë, rastet sociale, punëtorët nga fabrikat e falimentuara, pensionistët e kështu me radhë. Sa i përket efekteve financiare, dua të theksoj që me vendosjen e tarifës së lirë ditore për energji elektrike, nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike për vitin 2017, por e njëjta do të kompenzohet me punën racionale dhe efikase të gjithë kompanive energjetike në vend, e në veçanti punën racionale dhe efikase të kompanive shtetërore siç është ELEM. Një dimension shumë i rëndësishëm në vendosjen e tarifës së lirë për energji elektrike është edhe pjesa e efikasitetit energjetik. Andaj, si ministër përgjegjës për krijimin e politikave energjetike në shtet, dua të bëjmë dije se do të vazhdojmë në sjelljen e programeve dhe planeve për përmirësimin e efikasitetit energjetik në sektore të ndryshme, duke përforcuar masat dhe aktivitetet e ndryshme për përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe ngritjen e vetdijes të gjithë pjesëmarrësit që të racionalizojmë shfrytëzimin sa më efikas të energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë. Edhe një herë, për fund, dua të përgëzoj të gjithë të involvuarit në këtë proces, siç janë Ministrinë e Ekonomisë, zotrin Andjushev, si dhe të gjithë të involvuarit tjerë për analizën gjithëpërfshirëse të cilën e bëm, edhe një herë tregojmë se kur është dëshira e madhe për të punuar për qytetarët e Republikës së Maqedonisë, si dhe për të shkurtuar shpenzimet e tyre, ne mundemi të gjejmë zgjidhje gjithë së bashku. Pra sot Komisioni Rregullator Energjetik e solli atë vendim ku do të rikthejmë tarifën e lirë ditore nga ora 2 deri në orën 4 prej të hënës deri të shtunën, si dhe gjatë gjithë ditës ditën e diel. Edhe një herë i përgëzoj të gjithë të involvuarit që e bën të mundshme rikthimin e kësaj mase, si dhe ju faleminderit juve për vëmendjen. Faleminderit.